Këqiku, që kam mbaruar studimet universitare në Prishtinë, por përvoja ime 30 vjeçare në edukimin e moshës të hershme lindi në Zvicër dhe atje u formua dhe u bë më e sigurt. Sot ju prezentoj projektin më të ri Sytë e Gjyshja, që është një koncept unik që vjen për në ndihmë familjeve, për mirëqenien e familjeve, që për arsye të ndryshme mund të mungojnë të jenë të lirë pa fëmijë të veprojnë, për arsye profesionale apo kulturore, argëtuese, ose veç një kohë e ndarjes mes miq, fëmijët i kanë në një vend të sigurt, Sytë e Gjyshja. Vetë fjala Sytë e Gjyshja tregon se fëmijët të japim këtë ngrohtësinë familjare, në mungesën e gjyshe në shtëpi, apo mos t'i dërgojmë fëmijët në fshat të gjyshja, por edhe nëse kanë gjyshe në shtëpi, pse jo gjyshe të ndajnë të kenë hapësirën e vetë për të shijuar pleqërinë e tyre. Qëllimi i Sytë e Gjyshës është që të ofrojmë të vim në ndihmë fëmijëve të moshës 2 vjeçare deri në moshën 8 vjeçare, ku fëmijët edhe do të jetë që të vinë her pas here dhe në mënyrë të balancuar, prej orës 2 mbasdite deri në orën 20, prej të hanës deri të premten. Kjo mundësia e parë është që ofron familjeve të antarësohen në qendrën Sytë e Gjyshja, që mund të jetë paga mujore apo vjetore. Mundësia e dytë që e kam menduar unë të ofroj prindërve ditë të caktuara, të e caktojnë ato gjysmë ditën, paradite apo mbasdite. Unë për momentin e kam lënë ditën e mërkurë, paradite e mbasdite dhe jam këtu, por sipas kërkesave ditët do të shtohen, dhe është një pagë mujore që fëmijët të caktuar të martën të ejnëten e kanë një gjysmë dite që vinë në qendrën tonë. Kjo është me të vërtet një model zviceran, nuk mund të thëmë që është një model në Europë, se unë kam vepruar në Zvicër, dhe atje nuk është diçka e re, atje është një diçka që unë i kam dërgu fëmijët, e tash e kam fëmijë djemtë e mi në moshën 30 vjeçare. Me thanë, për Kosovën ndoshta është një koncept i ri, por jo në Europë. Dhe kjo, por e kanë edhe një mundësi të tretë që në fillim të javës donë një aktivitet më të veçantë, ti dërgon të gjyshja, të telefonon pak para kohë për shkak të organizimit, dhe nuk merr përgjegjësi pagë mujore, por e paguan vetëm atë 4 orëshin që fëmijën do ta ketë këtu. Nuk do të thotë që të jetë 4 orë, mund të jetë 3 orë, 2 orë e gjysmë, aq sa dëshiron, prej 2 orë, 2 orë e gjysmë. Dhe por të treja këto mundësi e shprehin aq shumë të tre mundësit duhet të realizohen me një takim me mu, prindet me mu, për shkak se të njohun e fëmijën nga afër. Nuk do të jetë një takim, një vend ku fëmijët të shkojnë sikur në qendrat komerciale, është me një observim, është shumë e nevojshme takimi, dhe gjithçka që të flitet rreth fëmijës në atë takim do të jetë konfidencial, në besim, se këtë ma obligon profesionalizmi im. E ndjej shumë të përzemërt që u them të gjithë prindërve, nëse do njëherë kanë pyetje me veten gjithmonë rreth edukimit, mund të më drejtohen, unë jam e sigurt që me bagazhin tim profesional arriti ndihmoj në pyetjet e tyre, t'ju jap përgjigje. Unë nuk jam këtu për të dhënë një diagnozë, por vetëm të ndihmoj të bëjmë korrigjime të vogla në edukim. Se do njëherë shumë është e nevojshme një pozicionim i prindit ndryshon gjithçka në edukim. Janë gjëra shumë të vogla, por që kanë një peshë të madhe. Dhe e mendoj edhe këtë që në komunën e Prishtinës mund të ketë shumë familje të defavorizuara, unë e thamë si term pak frëngjisht, por që nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme të paguajnë për këtë qendër. Unë e kërkoj mbështetjen e komunës të Prishtinës dhe të Ministrisë të Mirëqenies Sociale për t'i mbështetur këto familje, që edhe këta fëmijë të jenë të pranishëm në qendrën tonë, që të kenë ato ditët të caktuara, të vinë, të bëjnë aktivitete, të jenë të përcjellur nga ne. E gjithë kjo punë është që Sytë e Gjyshja të jetë një qendër
ku fëmijët të ndjehen të sigurt, të ngrohtë, të respektuar, të dashur, ku të veprojnë, të eksplorojnë dhe të lulëzojnë. Gjithçka është fëmia. Edhe unë mendoj e kam një moto të timen, fëmijë të lumtur, prindër të lumtur. Aktivitetet do të jenë të lira dhe të drejtuara. Të lira quhen aktivitete të lira se fëmia vetë zgjedh çfarë lloje të luan, po gjithmonë është ajo mbikëqyrja e edukatores. Dhe aktivitetet të drejtuara shërbejnë shumë për t'i mësuar rregullat në lojë, se edhe jeta kur të rriten do të ketë rregulla. Dhe aktivitete që do të nxisin zhvillimin komplet të fëmijës. Kur them zhvillimin e fëmijës, e kam parasysh zhvillimin motorik, psikoafektiv, emocional, gjuhësor dhe social, që janë 4 shtyllat e zhvillimit të fëmijëve. Aktivitetet kryesore do të zhvillohen në këtë ambient këtu. Se këtu janë të gjitha lodrat që edhe lodrat duhet të cekim që janë Montessori, se lojrat Montessori zhvillojnë tek fëmijët, rrisin kohën e përqendrimit. Se gjithçka që ka punohet me motricitetin, me muskujt e gishtave, fëmijës i duhet një lloj përqendrimi dhe gjithçka është e lidhur me trurin. Dhe mos harrojmë se fëmijët mësojnë kur janë të përqendruar. Ne kemi shumë shprehi të themi kur fëmijët janë të gjallë, por ato mësojnë kur janë të përqendruar. Janë disa lojrash. Për shembull, po du me veç me spjegu këtë. Kjo për fëmijët e rritur është shumë e lehtë, por për një fëmijë 2 vjeçar të punojmë kështu, nuk është edhe aq e lehtë. I duhet një përqendrim fëmijës për ta arrit këtë lëvizje. Dhe kjo e ndihmon në që ta arrisim atë kohën e përqendrimit. Këndi i leximit, që duhet ta ketë rëndësinë e veçantë, se fëmia përveç koncentrimit, përqendrimit, i duhet edhe një moment relaksues, edhe gjithmonë mundet vetëm të pushon, por edhe e rëndësishme të shfryton librat. Mund të bëjmë edhe leximin e librave nga një i rritur, por vetëm edhe shpletimi i librave ju ndihmon shumë, duke i pa fotografitë fëmijët. Një sallë tjetër që do të jetë një aktivitet i fëmijët të ulemi një bashkëbisedim, secili të shpreh atë çka ndjen. Se ndihmojmë në zhvillimin psikoafektiv dhe emocional. Kur fëmia arrin të shprehet, e të flet sipas radhës, të ndëgjon shokun, të flet vetë, të ndëgjon edukatoren. Unë mendoj që është një ndër aktivitetet që shumë e kam përdorur në Zvicër dhe e di benefitet që i marrin fëmijët prej këtij aktiviteti. Përveç e kam lanë ma të shprazët këtë, se vim me lodra këtu, ose bëjmë aktivitetet që përfshin motricitetin global, do me thënë që fëmijët të lëvizin ma shumë, të përdorin muskujt e më të mëdhaj, të vallëzojnë, të kërcejnë, gjithçka që për motricitetin global. Për të gjithë këto aktivitete kemi të nevojshme ta kemi edhe një kuzhinë të vogël, përveç se të bëjmë aktivitete të kuzhinës me fëmijët që na duhet të pjekim në furrë, por edhe të përgatisim ushqime të thjeshta, se nuk prezantojmë, nuk japim racione ushqimore, dreka, por ajo pjesa që ndërpret pak aktivitetin, do ta bëjmë një pushim të vogël, dhe brenda atij pushimit fëmia të konsumon një diçka që e përgatisim vetë këtu. Nëse është fruta apo një kek i vogël, gjithçka do të shkojmë te ajo që të jetë e shëndetshme. Jo
përgatitura të blera në supermarkete, që t'i bëjmë vetë edhe t'i ofrojmë fëmijëve. Prezantoj edhe një sallë tjetër, që kur të grumbullohen më shumë fëmijë, puna më efektive është kur punojmë me një grup të vogël fëmijësh, që maksimumi të jetë 5 fëmijë. Dhe këto na ndihmojnë, këto salla plus na ndihmojnë të bëjmë këndarjen e fëmijëve që të punojmë me grupe të vogla. Kjo është për pak më shumë fëmijë më të rritur, mendoj, që janë tavolinat pak më të larta, dhe gjithmonë mundemi të sjellim lojra prej sallës tjetër dhe i sillim këtu. Por është gjithmonë e nevojshme një sallë plus. Site Gjyqja gjendet në Tasligje, adresa është Rasim Kiçina 37. Mund të më kontaktoni në Facebook-un tim Edlira Jeja Gakçiku dhe në Instagram. Dhe dua të them një fjali: fëmijë të dashur, prindër të qetë.